tek përshtatja, e din që faktikisht edhe rrjetet sociale, edhe televizionet, mediat në përgjithësi janë faktor të rëndësishëm në krijimin ndoshta e rregullave të funksionimit në shoqëri. Gjithmonë flasim rregulla edhe të pashkruara. Automatikisht kanë mendja për shembull tek disa emisione, disa show që ndoshta dikur i kemi parë në televizione të huaja, edhe që i kemi paragjykuar, i kemi gjykuar, pastaj kemi filluar të realizojmë vetë, siç janë si Big Brother ose Përputhën ose diçka e ngjashme, ku ndoshta bien ndash edhe me normat tradicionale, edhe me ato fetare, por që janë bërë mëse të pranueshme, mëse normale. Në këtë pikë, zonja u duti në këtë pikë. Këtë pikë varet sa jemi të edukuar na që me mund me jetu edhe me një shoqëri moderne, apo me një shoqëri të shturur, mos themi, po pakës më të lirë, ku kanë lirinë e shfrenuar. Prandaj na duhet të mësojmë fëmijët e tonë. A është liri e shfrenuar në këto programe? Jo, Big Brother është një platformë më shumë marketimit, edhe ku dalin personazhe që na nuk i kemi njoftur, edhe normal aty shihen edhe vlera edhe virtyte. Pa, është në dash me këto tradita? Më varet personat që hynë aty sa mundin me të regu vlera, edhe sa mundin me të regu njerëzis, botës, se pa marrë parasysh që ne jemi të modernizuar, kur njeriu i ka parimet e veta morale dhe apo rasti janë fetare, ai mundet gjithsesi me tregu që po ka me jetu edhe me modernizëm, por me i rujt traditën, normat, thua që edhe mbrana Big Brother një person, me qenë se e morë shembull vetën për mua, mundet mu përshtat, mendon që një person i tillë, ndoshta që është e rritur, ka funksionuar gjithë jetën në kuadër të normave tradicionale, edhe në kuadër të normave fetare, është në rregull nëse e sheh veten që po jeton në një ambient të tillë kur gjithçka është në monitorim të kamerave, ku në anën tjetër mund të ketë edhe gjëra që bien dash me atë që ka përfaqësuar deri në atë pikë. Po shikoni, për me hy një person që është vërtet fetar, aty ka thyerje të normave. Mirë po, neve profeti na mëson, hecni me kohën, edukoni fëmijët e juaj një gjenerat përpara, me kohën, sepse ata kanë me jetu kohën. Mirë po, normal, çdo platformë, çdo qoftë edhe Big Brother, kur ka interesat e veta shoqërore, sociale, ai ka raste kur mundet disa gjana në marrëveshje me i bë që të mundshme diçka që nuk është në plan programin e Big Brothers, dhe kjo tregon se ka një respekt për kulturën dhe lirinë e besimit të tjetrit, respektimin e besimit të tjetrit. Besoj se mundet me qenë, po është shumë e vështirë për personin që mund të hyjë në Big Brother, sepse mund t'i shkoj karriera e tij, për arsye nëse është figurë fetare. Nga ana tjetër mund të jetë shembull botëror, sepse në Big Brother nuk ka hyrë deri tash askush me background fetar, apo me mbulesë fetare. Edhe mirë po mund të jetë shembull i botës që Kosova është një vend demokratik, me kushtetutë laike dhe i respekton. E pranojnë, nuk ka problem, por i kam disa kushte. Ato kushtet, nëse i pranojnë edhe Big Brother e Kosovës, edhe ata e pranojnë pa problem. Sepse unë e shoh një sfidë, po banorët e Big Brothers i shoh njerëzit e shoqërisë time. Edhe aty ka njerëz me vlera, ka njerëz edhe të paprgatitur me personalitet që mundin me tregu virtyte. Po, më vjen keq nëse ndodhet ndonjë mos pajtim, sepse të gjithë banorët janë sikurse vëllezërit, motrat dhe fëmijët e mi.